Përshëndetje miq të dashur të emisionit Privet, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Shpresoj që keni kaluar një javë të këndshme dhe shpresoj që nuk jeni ftohur dhe nuk jeni me grep kështu si one. Ne vazhdojmë tutje me mbrëmjen e sonë me materialet të cilat i kemi përgatitur enkas për ju. E vazhdojmë me filmin Martesa, i cili me datën 31 janar kishte edhe premierën në Prishtinë. Film kë nga regjisorja Blerta Zeqiri me kastin e aktorëve nga Alvan Ukaj, Adriana Matoshi, Gent Saliu e disa të tjerë. Në vazhdim mund të ndiqni disa sekuenca se çfarë teme ka ky film dhe si e komentuan të pranishmit në premierë. E ndjekim bashkë materialin e Florian Halilit. Film ky që premierën botërore e pati në Estoni më 28 nëntor të vitit që lan pas. Në Kosovë erdhi me datën 31 janar si premier. Yjet dhe ardashësit e kinematografisë u mblodhen që të gjithë për të parë punën e shumë përfolur të Blertës, ku si kast aktorësh për rolet kryesore zgjodhi Alvan Ukaj në rolin e Bekimit, Gent Salihu në rolin e Nolit dhe Adriana Matoshi në rolin e Anitës. Muzikant merr rrugën për në Francë, ku e gjen vetëm bukur mirë dhe kur sukses me muzluftës ka humbur prindrit e saj dhe është e vetme. Teksa çifti bëjnë Tani asun ka thirrë në telefon. Anita e hutuar pak a shumë nga sjelljet e Nolit, keq kupton ngjarjen. Jo. Menova mos. Çifti kanë marrëdhënie të shëndosh teksa Bekimi trathon të fejuarën e tij me Nolin. Filmin, mënyrën e xhirimit, mënyrën e montazhit, mënyrën që shkom me u lujt, po më ne krejt këto se ideja ka qenë me dhënë një ndjenjë sa më afër dokumentareskës, me thonë, kështu që kanë herë ndoshta që ato pak sikcime që duken kanë qenë të menduar qysh prej fillimit me idenë që me pas një pamje pak më dokumentareske filmi, sikur me thonë një film dokumentar apo një reality show apo diçka që ashtu mos me qenë shumë me shumë finesa. Mu kjo ka qenë një për përvojave profesionale ma përmbushse që i kom pas. Kom mësu shumë për artin e performancës në përgjithësi. Më kanë ndihmu shumë për me uqeli dhe me kuptu senet në detaj ma të hollësishëm. Çka po du me thonë është që po du me falenderu Blertës në veçanti për mënyrën që më ka udhëzu, edhe mënyrën që më ka majt edhe më ka rahatu gjatë këtij procesi. Nuk e kam as pak vështirë për me realizu që ato se e ka një farë mënyrë të punës që dim me ta nxjerrë që ato dhe dim me kërku edhe indikacionet që i jep si regjisore ty ta lehtëson jashtëzakonisht punën, kështu që edhe në tarë nuk ku me di çfarë roli me ndonë Blerta për shembull me lujt në ashta diçka që se ku me nuhesh, unë nuk tut ma se unë i besoj tepër shumë edhe jam tepër e lumtun që ma ka besim një punën si aktore. S'dia dita me punë e saj. Tu e ditë që lufta është pjesë përballëse shumë e madhe e jona, sidomos e gjeneratës tonë, të 90-tave, shpërbjen gjeneratë e cila jemi na dhe personazhet në film. Kështu që ajo thjesht ka qenë arsyeja. Dyshim është shumë pjesë përballëse e asaj çka jemi na dhe s'kem pas qysh mi ik dyqysh, thjesht me provu mi ik, kësaj i kish ra dyqysh sikur me provu me rajt. Unë këto të marrë me krejt sene. Ajo fëmijët, burrin qatë. Mes shumë skenave të dashurisë në film janë edhe ato mes Bekimit dhe Anitës, e njëkohësisht edhe Nolit e Bekimit. Definitivisht guxim i madh për të përballur me mentalitetin dhe kritikën publike. Është diçka e cila shumë moti për neve mos është çështje. Kur i kemi hi këtij seni, o do është në fillim ja fut vi kësaj pune, edhe as që e mendojmë, as që e flasim, edhe nuk ja vlen me u marrë. Ndoshta edhe ka mujt me qenë rol ose krejt e papërdorën, po na kemi fol anglisht, kemi pas qasi, kemi këshyre MTV, kështu që nuk është diçka e jashtëzakonshme. Në anën tjetër ka shumë terme si shkije ose diçka që kemi përdorur shumë më shumë, ndoshta atëherë se tash, që bëhet një farë balancimi, po faleminderit për observimin. Për të gjithë kurështarët që duan ta shohin filmin e që shumë ja vlen, kanë mundësi ta ndjekin çdo ditë në 2 termine, në Cineplex dhe në Doku Kino.